Kryeministri Edi Rama ka mbledhur edhe sot për të dytën ditë radhazi ministrat, kryesinë e grupit parlamentar dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Pallatin e Brigadave. Më tepër detaje në lidhje me atë që po ndodh atje na jep në një komunikim të drejtë për drejtë gazetarja Klesiana Omeri. Klesiana, çfarë ke arritur të mësosh nga ajo që po diskutohet në takimin që po zhvillohet me dyert të mbyllura? Më shumë diskutime ka pasur për çështjen e emigrimit. Më së shumti kanë raportuar ministrat për çështje të ndryshme që lidhen edhe me ligjet që do duhet të përafrojë qeveria shqiptare me Bashkimin Evropian për të përshpejtuar procesin e bisedimeve dhe për të arritur synimin e qeverisë shqiptare për të përmbyllur ato deri në vitin 2027. Kanë qenë në fokus një sër çështjesh që lidhen kryesisht me ligjin e prokurimeve publike, mënyrën se si do të funksionojë kadastra apo edhe ligje të tjera të cilat do duhet që të përshtaten dhe të ndryshojnë në bazë edhe të kërkesave që ka bërë Bashkimi Evropian. Është diskutuar edhe për turizmi si një prej elementeve kryesor të zhvillimit të vendit tonë dhe ku do duhet të ketë një fokus specifik pasi sipas kreut të qeverisë një numër i lartë turistësh, aq sa ka arritur edhe Shqipëria mbi 10 milion turist, mund të kthehet edhe në një disavantazh nëse nuk arrihet që të menaxhohet siç duhet. Ka pasur diskutime edhe për sa i përket çështjeve të tjera që lidhen me projekte infrastrukturore, por edhe një raportim nga ana e ministrave se çfarë nuk është arritur deri më tani për tu piketuar edhe në programin që Partia Socialiste do të shpalos gjatë fushatës zgjedhore. Kemi mësuar që nuk do të ketë diskutime për sa i përket emrave specifik për listën e kandidatëve për garën e 11 majit, ndonse nga ana e kryeministrit Rama janë pranuar sugjerimet e drejtuesve të qarqeve, të cilët kanë qenë të pranishëm si gjatë ditës së dieshme ashtu edhe në mbledhjen që po vijon ditën e sotme, dhe kemi mësuar gjithashtu se kryeministri si kryetari i Partisë Socialiste do të zhvillojë takime me secilin prej drejtuesve të qarqeve për të diskutuar emrat potencial, ata të cilët do të jenë në listë dhe që do të dorëzohet deri në 12 mars në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku do të mësojmë dhe zyrtarisht cilët do të jenë ngaruesit e kësaj force politike në garën e 11 majit për Parlamentin e Ri. Të falenderoj Klesiana për të gjitha këto detaje.